تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد. Gjithë lavdia I takon vetëm Allahut dhe salavatet dhe selamat I dërgojmë për të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin udhën e tij. Mëtej do të përmendim sot një prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është transmetuar në dy sahihet, në Sahihul Bukhari dhe Muslim, nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, I cili ka thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutej me këtë lutje: Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal wal-jubni wal-haram wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat wa a'udhu bika min 'adhabi al-qabr. Do të thotë, o Allah, kërkoj mbrojtjet e ti nga ngatësia dhe përtatësia, dhe nga frika dhe pleqëria e rëndë, do të thënë nga pamundësia në pleqëri. Dhe kërkoj mbrojtjet e ti nga sprovat e jetës dhe vdekjes, dhe kërkoj mbrojtjet e ti nga dënimi I varrit. Kjo dua është një prej duave të kërkimit të mbrojtjes ose strehimit, për cilën folëm më herët, edhe ka, do të thënë, lutjet e tij besimtari duhet t'i lutet Allahut duke I kërkuar diçka dhe t'i lutet Allahut duke u strehuar tek ai për çështje që janë të dëmshme ose për çështje nga të cilat friksohet se mund t'i arrijnë ose ta dëmtojnë. Dhe edhe për ato që duhet të kërkohen, edhe për ato çështje për cilat duhet strehohet njeriu, nuk ka lutje më të mira se lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E'udhu, pra kërkoj strehim, do të thotë, pra kërkimi I strehimit dhe mbështetjes te Allahu subhanahu wa taala. Kjo quhet isti'adha, do të thënë kërkimi I strehimit, që është ibadet, është adhurim. Nuk lejohet të bëhet ndaj askujt tjetër përveç se ndaj Allahut. Pra ky kërkimi I strehimit bëhet vetëm te Allahu subhanahu wa taala dhe te askush tjetër. Allahu ka përmendur për mushrikët në gjendjen e tyre të mëparshme, ka thënë innehu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa. Do të thënë ka pas disa burra prej njerëzve që kanë kërkuar strehim të disa burra prej xhinëve, dhe kjo vetëm u ka shtuar atyre dobësin. Prandaj, kjo ka qenë kohën e shirkut, edhe kjo kërkimi I mbrojtjes dhe strehimit është ibadet dhe bëhet vetëm në drejtim të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj, se nuk ka strehim përveç se tek Allahu, siç është në dhikrin e gjumit, la malja'a wala manja minka illa ilayk. Pra nuk ka strehim dhe nuk ka shpëtim prej teje përveç se te ti. Dhe ka thënë Allahu, fafirru ila Allah, do të thënë ikni te Allahu. Pra ikni nga çdo gjë dhe strehoni te Allahu subhanahu wa taala. Kjo dua ka përfshirë çështje shumë të rëndësishme për të cilat njeriu duhet të strehohet dhe të kërkojë mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala. Në fillim ka thënë Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajz. Do të thënë Allah kërkoj mbrojtje te ti nga ngatësia. Ngatësi, do të thënë, e kundërta e shkatësisë ose mundësisë për të bërë diçka. Pasi njeriu ka mundësi, folëm më herët në tjera mësime, do të thënë ka mundësi njeriu që e njeh të mirën, por nuk e do. Nuk do ta bëj atë të mirë. Ka mundësi që dikush do ta bëj të mirën, që e di, por nuk ka mundësi ta bëj. Dhe kjo pengesa nga punët e mira është diçka që e dëmton njeriu dhe ja pengon lumturinë e dunjas dhe ahiretit. Prandaj njeriu kur të lutet, I lutet Allahut, o Allah, kërkoj strehim te ti nga ngatësia, që mos bëhem në gjendje që nuk ka mundësi ta bëj atë që është e dobishme. Qoftë për çështjet e fesë, qoftë për çështjet e dunjas ose çështjet e ahiretit. Dhe e dyta, el-kasal, edhe përtatësia. Do të thënë kjo është pengesa tjetër e radhës.
Domethënë pasi njeriu e njeh të mirën edhe mund ta bëjë të mirën, mirë po ka përtaci, ose gjithashtu ka dëshirë që ta bëjë të mirën, edhe ka mundësi, por ka përtaci, edhe nuk e bën, domethënë për shkak të kësaj të mungesës së mjaftueshme, domethënë të mungesës së dëshirës mjaftueshme. Domethënë ka përtaci në veten e tij dhe këto të dyja janë shumë të dëmshme për njeriu, domethënë ngatësia dhe përtacia janë që e largojnë prej të mirave të dunjas dhe ahiretit. Prandaj ka thënë Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, wal ajzu wal kasalu qarinan. Domethënë ngatësia, pra pamundësia për të bërë diçka, dhe përtacia shkojnë bashk njëra me tjetrën. Dhe mungesa e të mirës për robin dhe mungesa e përmirësimit, mungesa e kënaqësisë, lumturisë, mungesa e shpëtimit dhe fitores janë nëse vjen njëra prej këtyre dyjave. Nëse nuk ka mundësi t'i bëjë të mirat ose ka përtaci. Prandaj kërkon mbrojtja Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj çështja tjetër ka thënë wal jubn, do të thënë wa a'udhu bika min al jubn. Do të thënë kërkoj mbrojtjet e tij nga paraprakisht wal jubni wal haram. Kërkoj mbrojtjet e tij nga frika. Do të thënë frika që është e kundërta e trimërisë dhe vendosmërisë. Këtu në këtë dua nuk është përmendur edhe një çështje tjetër, por në shumë dua të tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është përmendur el jubn wal bukhl, edhe kopracia. Do të thënë nga frika dhe kopracia. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga frika dhe kopracia. Gjithashtu këto janë pengesa të tjera për lumturinë dhe suksesin e njeriu. Nëse friksohet nga ajo çka mund ta presë, do të thënë për bërjen e veprave të mira, nëse njeriu është frikacak, do të thënë nuk mund ta kryej këshillën. Nuk mund ta kryej urdhrimin për të mira dhe ndalimin nga të këqijat, por shpesh herë nëse është frikacak, nuk mund t'i kryej obligimet edhe në veten e vet, do të thënë që i ka për cilat e ka obliguar Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe e njëjta është edhe nëse është kopracia e pranishme. Do të thënë njeriu koprac, kjo është pjesë e frikës së zemrës. Do të thënë kopraci friksohet nga dhënia e pasurisë, edhe shpesh herë friksohet nga shpenzimi aty ku e ka obligim të shpenzoj. Edhe kjo është prej rrugëve të dëmtimit dhe shkatrimit. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka thënë wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadlihi huwa khayran lahum. Do të thënë mos mendojnë ata që janë koprac dhe nuk e japin atë të mirë që u ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, mos mendojnë se kjo është mirë për ta. Bel huwa sharrun lahum, por përkundrazi kjo është keq për ta. Nëse vazhdojnë të mos i kryejnë obligimet që i kanë, atëherë kjo është do thotë në dëmin e tyre, sepse në ahiret do të dënohen për atë kopraci. Tjetra çështje është kërkimi i mbrojtjes nga pleqëria e lodhur. Do të thënë është për qëllim haram, do të thënë fjala haram. Pra në gjuhën arabe nuk kupton vetëm pleqëri, vite të shumta, por kupton pleqëri të dobësuar. Kur vinë gjitha këto, do të thënë vjen ngatësia, edhe përtacia, edhe humbja e diturisë ose humbja e memorjes, humbja e kuptimit, humbja e shikimit. Do të thënë kjo quhet haram. Do të thënë pleqëri me dobësi. Në dua tjetër ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa a'udhu bika min an uradda ila ardhil umur. Do të thënë kërkoj mbrojtjet e tij që mos përfundoj në nivelin më të ulët të jetës. Do të thënë kur njeriu bëhet barr për dikën tjetër. Do të thënë që nuk mund të ecë vet, nuk mund të plotsoj nevojat e veta vet, nuk dëgjon, nuk shikon e kështu me radhë. Do të thënë këto kërkojmë mbrojtje tek Allahu që mos arrijmë në këtë nivel të jetës. Dhe ky nivel nuk arrin nëse njeriu është në jetën e tij i ruajtur nga mëkatet. Do të thënë në shumicën e rasteve Allahu nuk i sjell në
nivel të ulët të jetës ose në pleqëri të lodhshme, ata njerëz që në jetën e tyre në rinin e tyre janë të ruajtur nga mëkatet, si ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazuk. Do të thonë ruaje Allahun dhe Allahu të ruan ty. Do të thonë kur ke mundësi dhe kur ke fuqi, ruaj obligimet dhe ruaju prej ndalesave të Allahut, atëherë Allahu do të ruaj ty, do të ruaj shëndetin dhe do të ruaj çdo të mirë deri në fund të jetës. Pra si tham se jeta e gjatë me vepra të mira është dhunti për njeriu, kurse jeta e gjatë me vepra të këqija është dënim, do të thënë që në këtë jetë. Dhe prandaj pra në këto çështje ku kërkohet strehim te Allahu subhanahu wa taala, nga këto çështje janë që i tubojnë të gjitha të mirat, edhe i tubojnë, do të thonë, kërkimin e mbrojtjes nga çdo e keqe, nga thësia dhe përtatësia, nga frika dhe kopratësia, dhe nga pleqëria, do të thonë, në nivelin e pamundësisë të plot. Dhe është interesant se kanë thonë disa njerëz të mençur, o transmetohet nga dikush prej selefëve, Allahu alem, kanë thënë 3 gjëra nuk ka shpëtim prej tyre nëse ka 3 gjëra të tjera. Thënë nuk ka shpëtim prej varfërisë me përtatësi. Do të thënë nëse njeriu është edhe i varfër, edhe përtac, nuk del nga kjo gjendje dhe nga kjo sprovë. Dhe gjithashtu smundja me pleqëri. Do të thënë nëse njeriu është i smur dhe është plak, do të thotë është më e vështirë, do të thotë dalja prej gjendjes së smundjes, dhe armiqësia me zili. Do të thotë nëse dikush me dikën ka mosmarrveshje ose grindje, është lehtë që të merren vesh edhe të pajtohen. Mirë, po nëse ekziston zilia, atëherë nuk ka rrugë për t'ja sqaruar, do të thënë atij kundërshtarit ose hasmit me asnjë sqarim. Pastaj ka thënë wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat, edhe kërkoj mbrojtje të ti nga sprovat e jetës dhe vdekjes. Do të thënë sprovat e jetës janë secila sprov kur njeriu është gjallë që mund ta largojë nga rruga e drejtë. Dhe sprova më e rëndë është sprova në çastet e fundit të jetës, sepse veprat vlerësohen sipas përfundimit të jetës. Nëse njeriu e përfundon jetën në iman dhe në islam dhe në sunet, atëherë veprat që i ka bërë janë të vlefshme, por nëse përfundimi është në kufër, Allahu na ruaj, ose me devime të lloj-llojshme, atëherë nuk ka vlerë asgjë çka ka bërë në jetën e tij. Dhe kjo është një koment, do të thënë, për sprovat e jetës, pra në gjithë jetën, kurse sprovat e vdekjes, do të thënë sprova në varr. Ose disa dietar kanë thënë që është për qëllim sprovat e jetës kur njeriu është gjallë, dhe sprova e vdekjes do thotë momentet e fundit të jetës, para vdekjes. Është quajtur sprovë e vdekjes sepse është afër vdekjes. Do të thënë kërkoj mbrojtje nga sprova e jetës dhe sprova e vdekjes, dhe kërkoj mbrojtje nga dënimi i varrit. Do të thënë dënimi me të cilën fillon jeta e ahiretit për njeriu. Jeta në varr është fillimi ose stacioni i parë i jetës së ahiretit. Dhe nëse fillon aty me dënim, do të thënë ajo që vjen më vonë është pritet që të jetë më e keqe për robin. Prandaj kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga dënimi i varrit dhe dënimi i ahiretit, dhe nga çdo lloj dënimi kërkojmë mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala. Por nëse është qëllim sprova e vdekjes, do të thonë sprova në varr, është për qëllim, atëherë kuptimi është se sprovat e përgjigjeve të pyetjeve në varr. Do të thonë që njeriu mos devijojë në përgjigjen e pyetjeve që i vinë në varr, se pastaj pas asaj vjen dënimi. Do të thonë kërkohet mbrojtje tek Allahu nga këto çështje, dhe kërkohet mbrojtje nga sprovat e jetës, që mos i vi diçka që devijon nga rruga e drejtë, nga sprovat e vdekjes, që janë
ose sprovat përfundimit të jetës, ose sprovat në varr, dhe nga dënimi i varrit, që vjen, domethënë pas kësaj sprove, nëse njeriu nuk i ka dhënë përgjigjet e duhura. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që të na japë sukses për atë që e do ai dhe që është i kënaqur me ta. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.